Në pragun e një krishtlindjeje, një vajzë e varfër përpiqet të plotësojë dëshirën e së motrës me monedat e kursyera fshehurazi. Kur poshtërohet në një dyqan, bota e saj shembet përballë vështrimeve indiferente. Por një gjest i papritur e rindes shpresën dhe ndryshon gjithçka për gjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Qyteti i Tiranës zgjoi atë dhjetor me qiell të kthjellët dhe lëvizjen tipike të pragut të krishtlindjeve. Rrugët e qendrës gëlonin nga njerëz të nxituar, me qese plot ngjyra që u lëkundeshin në krah, muzikë krishtlindjesh që dilte nga dyert e dyqaneve dhe vitrina të zbukuruara me shkëlqim e premtime për lumturi të mbështjellë me letër dhuratash. Ishte një valle kaotike dhe e bukur, ku çdo njeri mbante ëndrat dhe ngutjet e veta, duke kaluar nëpër trotuare të mbushura me njerëz me sigurinë se krishtlindjet do t'i zgjidhnin, në një farë mënyre, mungesat e gjithë vitit. Në mes të asaj turme, një vajzë 11 vjeçare ecte me hapa të shkurtër dhe të sigurt. Emri i saj ishte Jona dhe kishte veshur një bluzë të zbardhur, pantallona të shkurtra të arnuara dhe shapka me gisht, ngjyra origjinale e të cilave nuk mbahej mend më. Flokët gështenji I kishte lidhur bisht kali shtrembër, me nxitim, dhe fytyra e saj e vogël mbante një përzierje të çuditshme vendosmërie dhe frike. Jona nuk ishte aty për shëtitje, as për të parë dritat. Ajo kishte një mision. Dhe ky mision e bënte të shpërfillte vështrimet kurioztare dhe qortuese që disa njerëz I hidhnin kur kryqëzoheshin me të. Në duar shtrëngonte një çantë lecke të vjetëruar, ku ruante monedha të mbledhura gjatë 2 javëve. Ishin monedha 10, 20 dhe 50 lekëshe. Secila prej tyre përfaqësonte një përpjekje të padukshme, një heqje dorë të heshtur. Jona kishte ndihmuar një fqinje të shtrinte rrobat në tel, kishte mbajtur qeset e pazarit për një zonjë të moshuar në katin e tretë, kishte fshirë trotuarin e një dyqani të vogël pranë shtëpisë. Të gjitha këto në këmbim të disa të hollave që, më vete, nuk vlenin pothuajse asgjë, por së bashku formonin shpresën e një mrekullie. Mrekullia, në këtë rast, ishte një kukull. Jo çfarëdo kukulle, por ajo që motra e saj e vogël, Lira, vetëm 5 vjeçe, e kishte parë në një vitrinë disa javë më parë dhe e kishte komentuar me sy që I shkëlqenin. Lira nuk kishte kërkuar asgjë me zë të lartë, sepse e kishte mësuar shumë herët se të kërkojë ishte sinonim I zhgënjimit. Por Jona e kishte parë mënyrën se si vogëlushja e shikoi kukullën, si qëndroi para vitrinës për disa sekonda më shumë, si lëshoi një pëshertim të lehtë para se të vazhdonte të ecte. Dhe kjo I kishte përshkuar gjoksin Jonës si një tej I mprehë. Jona dhe Lira jetonin bashkë në një shtëpi të vogël e të mbytur në periferi të Tiranës, në një lagje ku rrugët ishin të shtrembra. Asfalti kishte më shumë gropa se sa sipërfaqe dhe shtëpitë shtrydheshin pas njëra tjetrës sikur kërkonin falje që ekzistonin. Ato nuk I kishin më prindërit. Ose më sakt, I kishin, por në një mënyrë që ishte më keq se të mos I kishe. Nëna e tyre, Clarita, ishte larguar kur Lira ishte ende foshnjë. Jona ruante pak kujtime prej saj, aromën e flokëve, një këngë të kënduar me zë të ulët, mënyrën se si e përqafonte fort para gjumit. Pastaj, befas, Clarita u zhduk. Askush nuk I shpjegoi gjë Jonës, e cila në atë kohë ishte vetëm 6 vjeçe. I thanë se nëna ishte larguar, se nuk do të kthehej, se ishte më mirë kështu. Që atëherë, vajzat mbetën nën kujdesin e Selmës, një e afërme e largët, për të cilën askush nuk dinte të shpjegonte saktësisht shkallën e farefisnisë. Selma nuk ishte e keqe, por as e mirë nuk ishte. Ishte një grua e lodhur, e hidhëruar, që I pranoi vajzat më shumë nga presioni moral se sa nga dëshira. Ajo punonte në një sallon bukurie si manikyriste, kthehej vonë në shtëpi, fliste pak dhe bërtiste shumë. Nuk I rrite, por fjalët e saj ishin si grushte. Dhe më e keqja ishte heshtja, ajo heshtje e akullt që vinte pas britmave, kur Selma mbyllej në dhomë dhe I linte vajzat vetëm në sallon, duke I bërë të ndjeheshin si një barr, një gabim, një problem pas zgjidhje. Jona ishte bërë nën pa qenë nën. Zgjoi herët, përgatiste një kafe me qumësht të holluar për Lirën, I krihte flokët me kujdes, shpikte histori para gjumit, ndante pjatën e ushqimit duke I vënë gjithmonë pjesën më të madhe vogëlushes. Lira, nga ana tjetër, ngjitej pas Jonës sikur ajo të ishte e vetmja pjesë e botës që kishte kuptim. Dhe prandaj Jona ishte aty, në atë qendër tregtare të zhurmshme në qendër të Tiranës, me monedat në xhep dhe zemrën që I rrite fort. Ajo hyri në dyqanin e lodrave. Vendi ishte I stërmadh, plot korridore me ngjyra, rafte të larta të mbushura me kuti, drita që vezullonin dhe muzikë gazmore që luej pa pushim.
Ajo mbante erë plastike të re, atë erë artificiale të gjërave që nuk ishin prekur kur nga duar njerëzore. Jona ndjeu ajrin e kondicionuar t'i aftohte lëkurën dhe vuri re, e turpëruar se ishte djersitur. Fshiu duart e pantallonat, mori frym thellë dhe filloi të ecte ngadalë mes korridoreve. Kishte fëmijë kudo, të shoqëruar nga prindër që buzëqeshnin dhe shtynin karroca pazari i plot. Kishte gjyshër që zgjidhnin dhurata me qetësi, çifte të reja që diskutonin se cila lodër ishte më edukative, shitës që ofronin ndihmë me buzëqeshje të gjera dhe zëra miqësor. Jona ndjej e padukshme dhe, në të njëjtën kohë, e vëzhguar. Sikur të gjithë mund ta shihnin, vetëm duke e parë se ajo nuk i përkiste atij vendi. Por ajo vazhdoi. Kaloi pranë korridoreve me bicikleta të shtrenjta, kompleteve shkencore, kukullave gjigante që kushtonin sa një muaj qira e shtëpisë ku jetonin. Derisa, më në fund, arriti te rafti më i ulët, ku ishin lodrat më të thjeshta. Dhe ja ku ishte, kukulla e vogël, prej plastike të thjeshtë, me flok sintetik gështenjë, me një fustan roz të zbedh. Nuk kishte asgjë të veçantë për kë e shihte nga jashtë, por për Jonën ishte perfekte. Ajo e mori kukullën me kujdes, sikur po mbante diçka të shenjtë, dhe u drejtua për te kasa. Kishte 2 radhë. Njëra ishte për pagesa me kartë, e shpejtë dhe moderne. Tjetra ishte përpara në dorë, më e ngadalt, me një shitse me pamje të patëmet që shërbente. Jona hyri në radhën e parave, priti radhën e saj dhe, kur arriti përballë, e vendosi kukullën mbi banak me delikatesë. Shitësja quhej Renata. Ishte rreth të 30-tave, me flokë të drejtë e bjond të dekoloruar, të lidhur në një topuz perfekt, me makijazh të patëmet, thonjë të bërë dhe uniform të hekurosur. Ajo shikoi kukullën, pastaj Jonën, dhe rudhi vetullat me një përzierje padurimi dhe përbuzjeje. Nuk i tha mirëdita. Nuk e pyeti nëse mund ta ndihmonte. Thjesht kaloi barkodin e kukullës në skaner dhe njoftoi çmimin me zë të ftohtë. Jonës ju përmbys stomaku. Çmimi ishte pak më i lartë se sa e kishte imagjinuar. Ajo mori çantën e leckës, e hapi me duar që i dridheshin dhe filloi të derte monedat mbi banak. Një nga një, duke bërë pirgje të rregullta, duke numëruar me zë të ulët, duke u përpjekur të mos gabonte. Monedat bënin zhurmë kur binin, një zhurmë që dukej se jehonte në të gjithë dyqanin. Renata lëshoi një pshertim të thellë, plot irritim. I shikoi monedat sikur të ishin plera dhe kryqëzoi krahët me padurim. Pas Jonës, njerëz të tjerë filluan të mblidheshin në radhë. Dikush u kolli. Një tjetër përshpëriti diçka që Jona nuk e dëgjoi dot. Ajo e shpejtoi numërimin, por duart i dridheshin aq shumë sa disa monedha i rrëshitën dhe ranë në dysheme. Jona u përkul shpejt për t'i marrë, duke ndjerë fytyrën t'i digjej nga turpi. Kur u ngrit, Renata po e shikonte me një shprehje që përziente neveri dhe tallje mizore. Shitësja mori disa nga monedat, i numëroi në mënyrë të vrazhtë dhe ja ktheu pjesën tjetër duke ja shtyrë mbi banak. I mungonin 250 lekë. Jona ndjeu lotët t'i mblidheshin në sy, por i gëlltiti me forcë. Nuk do të qante. Jo. Ajo shikoi Renatën dhe i tha, me zë që i dridhej, se do të shkonte të merrte pjesën tjetër të parave, se do të kthehej shpejt që të lutem t'ia ruante kukullën. Renata lëshoi një të qeshur të shkurtër e therse. Ky nuk është bank që të ruajmë lodra, moj vajzë. Dhe tjetra, si mendon ti mbledhësh paratë? Duke lypur rrugëve? Këtu nuk është vend për lëmosh. Po pengon klientët e tjerë. Merri monedat e tua dhe largohu para se të thëras rojet e sigurisë. E gjithë bota dukej se u shem mbi Jonën në atë moment. Ajo shikoi përreth dhe pas se disa njerëz po vëzhgonin skenën. Disa me keqardhje, të tjerë me siklet, të tjerë me indiferencë. Jona ndjeu fytin t'i shtrëngoi, gjoksin t'i dhembte, këmbët t'i dobësoheshin. Ajo filloi të mblidhte monedat me një nxitim dëshpërues, por duart i dridheshin aq shumë sa disa i ranë përsëri në dysheme. Atëherë një zë i thellë, i vendosur dhe plot autoritet preu ajrin. Çfarë po ndodh këtu? Jona ngriti syt dhe pa një burr që po afrohej. Ai ishte rreth të 40-tave, me flokë thinjosh të krejur me elegancë, sy të zinj dhe një qëndrim që transmetonte pushtet edhe pa u dukur. Kishte veshur një këmishë bojqielli, pantallona klasike dhe këpucë që dukeshin të shtrenjta. Por ajo që tërhiqte më shumë vëmendjen nuk ishte veshja. Ishte mënyra se si ai e shikonte skenën, me një intensitet që e bënte ajrin të dukej më i rëndë. Renata ndryshoi qëndrim në çast.
Buzëqeshja ju kthye, por këtë herë ishte e sforcuar, artificiale. Mirëdita, zotëri. Thjesht po I shpjegoja vajzës se për fat të keq nuk e ka shumën e duhur për blerjen. Janë rregullat e dyqanit. Burri nuk ja hoqi syt Jonës. Ai u afrua ngadalë, u përkul pak për të qenë në lartësinë e saj dhe e pyeti, me një zë të butë që binte në kontrast me ashpërsinë e vështrimit që I kishte drejtuar shitses. Sa të mungojnë? Jona ishte aq e frikësuar sa mezi arriti të përgjigjej. 250 lekë, pëshpëriti. Burri nxori portofolin, mori një kartëmonedë 5.000 lekëshe dhe e vendosi mbi banar. Ajo do ta marrë kukullën. Dhe dua që ti kërkosh falje. Tani. Renata mbeti e habitur. Zotëri, nuk e kuptoj. Unë thjesht po bëja punën time. Puna jote është të poshtërosh fëmijët, të trajtosh një vajzë sikur të ishte problem sepse nuk ka para mjaftueshëm. Ti mendon se ky është profesionalizëm? I gjithë dyqani mbeti në heshtje. Renata u përpoq të shpjegoj, por burri ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Dua të flas me menaxherin. Tani. Një punonjes vrapoi për të thirrur menaxherin, I cili u shfaq shpejt, I gjithë I gatshëm dhe nervoz. Burri nuk humbi kohë. Shpjegoi situatën me qetësi, por me një vendosmëri që nuk linte vend për kundërshtime. Menaxheri, duke kuptuar seriozitetin e momentit, kërkoi falje 1000 herë, ofroi ulje, premtoi se do të merrte masa. Burri nuk pranoi falje boshe. Ai thjesht mori kukullën, e futi në një qese dhuratash dhe I dha Jonës. Ajo e refuzoi instinktivisht, sepse brenda saj kishte një frikë të thellë për t'i detyruar diçka dikujt. Por burri këmbënguli, këtë herë me një buzëqeshje të vogël e të trisht në buzë. Nuk është favor. Është drejtësi. Ti ke punuar për këtë. Çoja motrës tënde dhe thuaj se Krishtlindjet erdhën më herët. Jona doli nga dyqani me kukullën të shtrënguar pas gjoksit dhe lotët që më në fund I rridhnin lirshëm në përfaqe. Ajo nuk e dinte emrin e atij burri. Nuk e dinte kush ishte. Por e dinte se diçka kishte ndryshuar atë ditë. Dhe, pa e ditur, ajo sapo kishte hapur derën për një histori që do të transformonte jetën e saj dhe të shumë njerëzve të tjerë përgjithmonë. Burri që kishte mbrojtur Jonën në dyqan quhej Rikard Ali Mehmeti, dhe ai nuk ishte thjesht një klient I zakonshëm. Rikardi ishte pronari I një rrjeti dyqanesh që shtrihej nëpër Shqipëri dhe rajon. Emri I tij ishte sinonim I suksesit, disiplinës dhe, për shumë që punonin për të, I distancës emocionale. Ai kishte ndërtuar një perandori duke u nisur nga shumë pak, dhe kjo trajektore e kishte bërë të ashpër, të kontrolluar, të përpikt në çdo vendim. Për Rikardin, ndjenjat ishin luks që pengonin biznesin. Ai krenoi që kur nuk e përziente jetën personale me atë profesionale. Por atë pasdite dhjetori, diçka brenda tij ishte thyer. Kur pa Jonën të gjunjëzuar në dyshemen e atij dyqani, duke mbledhur monedha ndërsa poshtërohej publikisht, Rikardi ndjeu një dhimbje të vjetër e të harruar t'i kthehej me forcë. Nuk ishte keqardhje. Ishte njohje. Ishte zemërim. Ishte faj. Ishte gjithçka e përzier në një ny të shtrënguar në fyt që nuk arrinte ta zgjidhte. Ai u kthye në shtëpi atë natë pa mundur të mendonte për gjë tjetër. Jetonte vetëm në një apartament të madh e modern në zonën e bllokut, me pamje nga qyteti, dekor minimalist dhe heshtje absolute. Gjithçka aty ishte e organizuar, e pastër, e ftohtë. Nuk kishte fotografi në mure. Nuk kishte kujtime të shpërndara. Ishte sikur Rikardi të kishte fshirë të kaluarën e tij për të ecur përpara pa pendesa. Por e kaluara, atë natë, I trokiti në derë me forcë. Rikardi ul në divanin prej lëkure, ndezi vetëm një llampë të dobët dhe mbeti duke parë në boshllëk. Në kokën e tij rrotullohej pa pushim imazhi I Jonës duke kërkuar falje për diçka që nuk ishte faji I saj. Dhe, bashkë me këtë imazh, vinte një tjetër, kujtimi I një gruaje që e kishte dashur shumë kohë më parë, kur ishte ende I ri, kur ende besonte se dashuria mund të ishte më e rëndësishme se paratë. Emri I saj ishte Clarita. Ata ishin njohur kur Rikardi ishte ende në fillimet e jetës, duke punuar si menaxher I një dyqani të vogël. Clarita ishte punonjëse pastrimi, një vajzë e thjeshtë, me buzëqeshje të ëmbël dhe vështrim të thellë. Ata u dashuruan në një mënyrë të pamundur që sfidonte të gjitha logjikat shoqërore. Rikardit nuk I bëhej vonë për këtë në atë kohë. Ai mendonte se dashuria ishte e mjaftueshme.
Dhe për gati një vit, ata ishin të lumtur në një mënyrë që ai kur më nuk arriti ta përsëriste. Por familja e Ricardit nuk e pranoi. E konsideronin Claritën materialiste, të papërshtatshme, një kërcënim për të ardhmen e ndritur që kishin planifikuar për të. Bën presion, krijuan situata poshtëruese, përhapën gënjeshtra. Ricardi, në atë kohë, ende nuk e kishte forcën që do të kishte më vonë. Ai ishte i ri, i pasigurt, i varur financiarisht nga prindërit. Dhe kur Clarita u zhduk pa pritur, pa lënë letër, pa dhënë shpjegime, Ricardi besoi versionin që i treguan, se ajo ishte larguar për interes me një burr tjetër, se nuk e kishte dashur kur me të vërtetë, se ishte më mirë kështu. Ai vazhdoi përpara. U martua me një grua që familja e miratoi, u divorcua 3 vjet më vonë pa fëmijë, u zhyt kokë e këmbë në biznes dhe ndërtoi një perandori. Por gjithmonë kishte një pjesë të tij që nuk shërohej, një plagë e hapur që ai shtirej se nuk e ndjente. Dhe tani, duke parë Jonën, ajo plagë kishte filluar të rrifte gjak përsëri. Ricardi mori telefonin dhe i telefonoi Marcelës, asistentes së tij personale të besuar. Marcela ishte 45 vjeçe, efikase, besnike dhe një nga të paktët njerëz tek të cilët Ricardi besonte vërtet. Ajo u përgjigj në zilën e dytë, duke e ditur se nëse ai telefononte jashtë orarit, diçka serioze po ndodhte. Marcela, kam nevojë të bësh diçka për mua. Në mënyrë diskrete. Ajo vajza e sotme në dyqan, dua të zbulosh ku jeton, me kë jeton, cila është situata e saj. Pa e trembur, pa u dukur si hetim. Vetëm informacion. Marcela, që e njihte Ricardin prej vitesh, vuri re diçka ndryshe në zërin e tij. Nuk ishte toni i shefit që jepte urdhra. Ishte toni i dikujt që po përpiqej të kuptonte diçka të rëndësishme. Ajo premtoi se do të bënte gjithçka me kujdes dhe e mbylli telefonin. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Jona mbërriti në shtëpi me kukullën të fshehur nën bluzë. Shtëpia ishte një ndërtesë e thjeshtë me 2 dhoma, mure të zhveshura, çati eterniti dhe 2 sheme cimentoje të ashpër. Porta e hekurt ishte e ndryshkur dhe kërciste kur hapej. Jona hyri ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë, sepse e dinte që Selma ishte në shtëpi dhe nuk donte të jepte shpjegime. Lira ishte ulur në dyshemen e sallonit, duke luajtur me tapa shishesh që i organizonte sikur të ishin pjesë të një loje të shpikur. Kur pa Jonën, vogëlushja u ngrit me një kërcim dhe vrapoi ta përqafonte, siç bënte çdo ditë. Jona u përkul, e përqafoi fort dhe i pëshpëriti në vesh Lirës se kishte një surprizë, por që mund t'ia tregonte vetëm më vonë, kur të ishin vetëm. Selma u shfaq në derën e dhomës me një shprehje të lodhur dhe dyshuese. Ku ishe? E pyeti me zë të ashpër. Jona u përgjigj se kishte dalë për një shëtitje, se nuk kishte bërë asgjë të keqe. Selma u fri, tha se nuk donte që vajzat të endeshin në përqendër të qytetit, se mund të ishte e rrezikshme, se ajo kishte mjaft shqetësime. Por nuk këmbënguli. Ajo kur nuk këmbëngulte. Dukej se, në thelb, nuk donte të dinte vërtet. Më vonë, kur Selma doli për të punuar në turnin e natës, Jona më në fund ja tregoi kukullën Lirës. Reagimi i vogëlushes ishte gjithçka që Jona priste, syt i shkëlqyen, goja ju hap në një buzëqeshje të gjerë dhe ajo e mori kukullën me aq kujdes sa dukej se kishte frikë ta thyente. Është e imja? Pyeti Lira, e pabesueshme. Jona pohoi me kokë, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngohej nga gëzimi dhe nga diçka tjetër, siguria se kishte bërë gjën e duhur. Lira përqafoi kukullën dhe pastaj përqafoi Jonën me aq forcë sa gati i rrëzoi të dyja. Ti je motra më e mirë në të gjithë botën, pëshpëriti. Dhe Jona, për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se ndoshta jeta nuk ishte vetëm barë dhe luftë. Ndoshta kishte momente si ky, të vogla, të thjeshta, por që bënin që gjithçka të vlente. Në ditët në vijim, Ricardi u zhyt në një rutinë që as ai vet nuk e njihte. Gjatë ditës, vazhdonte të menaxhonte bizneset e tij me efikasitetin e zakonshëm, por në intervale, në pauza, mendja i kthehej te Jona. Marcela kishte arritur të merrte informacione diskrete. Jona jetonte me motrën e vogël dhe një të afërme të largët të quajtur Selma, situata financiare ishte e pasigurt, vajza ndihmonte në punë të vogla për të fituar disa të holla. Nuk kishte asnjë regjistrim të babait në certifikatën e lindjes dhe nëna figuronte si e zhdukur prej vitesh. E zhdukur. Kjo fjalë i jehonte në kokë Ricardit. Ai kërkoi më shumë detaje. Marcela u kthye me një informacion që ja hoqi tokën nën këmbë. Emri i nënës ishte Clarita Santos. Ricardi ndjeu botën t'i rrotullohej.
Nuk mund të ishte. Nuk mund të ishte e njëjta Clarit. Por sa Clarita të zhdukura mund të ekzistonin? Ai I kërkoi Marcelës të merrte më shumë informacione, fotografi të vjetra, çdo gjë. Dhe kur më në fund pa një foto të zbardhur të Claritës, të bërë vite më parë, ai ishte I sigurt. Ishte ajo. Gruaja që kishte dashur. Gruaja që ishte zhdukur pa shpjegim. Dhe nëse ato vajza ishin bijat e saj, atëherë ku ishte Clarita tani? Çfarë kishte ndodhur? Pse ishte larguar? Ricardi ndjeu një përzierje emocionesh aq intensive sa ju desh të mbyllej në zyrë për të marrë frym. Kishte zemërim, po, sepse ajo ishte zhdukur. Por kishte edhe frikë se do të zbulonte se versioni që I kishin treguar ishte gënjeshtër, frikë se do të zbulonte se kishte braktisur dikë që kishte nevojë për të, frikë se do të zbulonte se ato vajza mund të kishin ndonjë lidhje me të. Ndërkohë, në dyqanin ku Jona ishte poshtëruar, u urdhërua një auditim I befasishëm. Ricardi kishte dhënë urdhra të drejtë për drejtë, donte të dinte sa ankesa ekzistonin për atë punonjëse, donte të shihte regjistrimet e kamerave, donte të kuptonte si ishte lejuar kjo për kaq shumë kohë. Ajo që zbuloi ishte më keq se sa e imagjinonte. Renata, shitësja, kishte një histori të gjatë sjelljesh të papërshtatshme. Kishte raportime nga klientë që ishin trajtuar keq, nga punonjës që ishin poshtëruar, nga situata që ishin mbyllur nga menaxhmenti për të mos njollosur imazhin e dyqanit. Por problemi nuk ishte vetëm Renata. Ishte një kulturë që e lejonte këtë. Një kulturë që vlerësonte fitimin mbi dinjitetin, që I trajtonte klientët si numra dhe punonjësit si pjesë të zëvendësueshme. Ricardi thiri një mbledhje urgjente me të gjithë menaxherët e rrjetit. Dhe aty, për herë të parë pas vitesh, ai nuk foli si biznesmen, por si qenie njerëzore. Tregoi historinë e Jonës pa zbuluar detaje personale. Shpjegoi se një kompani që poshtëron fëmijët nuk meriton të ekzistojë. Se fitimi pa etik është vjedhje. Se asnjë objektiv shitjesh nuk justifikon heqjen e dinjitetit të një personi tjetër. Disa menaxher u habitën. Të tjerë u ndjen në siklet. Por të gjithë e kuptuan se diçka kishte ndryshuar te Ricardi. Dhe kur ai njoftoi politika të reja shërbimi, trajnime të detyrueshme për empatin dhe respektin dhe pushimin e menjëhershëm nga puna të Renatës, askush nuk e vuri në dyshim. Renata, kur u pushua nga puna, nuk e pranoi në heshtje. Ajo e dinte se kjo mund të kthehej në një skandal, mund t'ia shkatëronte reputacionin, mund t'i shuante shanset për të punuar në shitje. Kështu që kaloi në sulm. Gjeti një kolege pune, e bindi vajzën të dëshmonte në favor të saj dhe filloi të përhapte një version të shtrembëruar të historisë, se Jona kishte tentuar të vifte kukullën, se ajo thjesht kishte ndjekur protokollin, se po përsekutohej sepse kishte bërë gjën e duhur. Gënjeshtra filloi të merrte forcë. Disa njerëz e besuan. Të tjerë mbetën në dyshim. Dhe kur historia filloi të qarkullonte në rrjetet sociale, e shtrembëruar dhe sensacionale, Ricardi kuptoi se duhej të vepronte shpejt për ta mbrojtur Jonën nga një ekspozim që ajo nuk e meritonte. Ai vendosi, atëherë, të bënte diçka që nuk e kishte bërë kurrë, të përfshihej personalisht. I kërkoi Marcelës të organizonte një vizitë diskrete në shtëpinë e Jonës, jo si biznesmen, por si dikush që donte të ndihmonte vërtet. Marcela u përpoq të argumentonte se kjo mund të ishte e rrezikshme, se ai po ekspozohej shumë, por Ricardi ishte I prerë. Duhet ta bëj këtë, Marcela. Nuk ka të bëjë me biznesin. Ka të bëjë me diçka që duhet ta kisha bërë shumë kohë më parë. Po ju, në vendin e Ricardit, a do të kishit marrë të njëjtin vendim për t'u përfshirë drejt për drejt në jetën e Jonës, edhe pse I dinit rreziqet? Apo do të kishit ruajtur distancën e sigurt të biznesit? Na tregoni në komente. Dhe kështu, në një pasdite të nxehtë dhjetori, Ricardi parkoi makinën disa bloqe larg shtëpisë së Jonës dhe eci në këmbë deri atje. Kishte hequr orën e shtrenjtë, kishte veshur rroba të thjeshta dhe ecte me një zemër që I rrite fort, siç nuk I kishte ndodhur prej vitesh. Kur u afrua pranë shtëpisë, pa Jonën në obor duke shtrirë rroba të lagura në një tel të improvisuar. Ajo kishte veshur të njëjtat pantallona të shkurtra të arnuara, ishte zbathur dhe këndonte me zë të ulët një këngë që ai nuk e njohu. Ricardi qëndroi për një moment, vetëm duke vëzhguar. Dhe atëherë vuri re diçka që ja shtrëngoi zemrën. Jona kishte një nishan në krahun e majt, shumë të dukshëm, në formë gjysmëhëne. Një nishan identik me atë që kishte Clarita. Një nishan identik me atë që kishte ai vetë, të fshehur pas veshit të djathtë.
Dhe në atë çast, Ricardi e kuptoi se kjo histori nuk kishte të bënte me bamirësinë. Nuk kishte të bëjë me drejtësinë sociale. Kishte të bënte me diçka shumë më të madhe, shumë më të thellë dhe shumë më të frikshme. Kishte të bënte me mundësinë që ato vajza të mos ishin vetëm bijat e Klaritës. Kishte të bënte me mundësinë që ai, Ricard Ali Mehmeti, të kishte një familje që nuk e dinte se ekzistonte. Dhe se kjo familje ishte mbajtur larg tij për arsye që ai ende duhej t'i zbulonte. Ricardi mbeti i paralizuar për disa sekonda, duke vëzhguar Jonën nga larg. Nishani në krahun e vajzës ishte i pagabueshëm dhe ngjashmëria me Klaritën bëhej më e dukshme me çdo sekondë që ai e vëzhgonte. Forma e fytyrës, mënyra se si rrudhte vetullat kur ishte e përqendruar, madje edhe mënyra se si kafshonte buzën e poshtme kur mendonte për diçka. Ishin detaje të vogla, por që së bashku formonin një portret të pamundur për t'u injoruar. Ai mori frymë thellë, duke u përpjekur të organizonte mendimet që përplaseshin brenda kokës së tij si valë të dhunshme. Nuk mund të shfaqej thjesht dhe të deklaronte atë që dyshonte. Nuk kishte prova konkrete, vetëm rastësi që mund të ishin vetëm kaq, rastësi. Por diçka brenda tij, një zë i vjetër dhe këmbëngulës, i thoshte se nuk ishte rastësi. I thoshte se ishte përballë një të vërtete që ishte fshehur për vite me radhë. Ricardi vendosi të afrohej ngadalë. Bëri disa hapa drejt portës së ndryshkur dhe u kollit lehtë për të tërhequr vëmendjen. Jona u kthye e trembur, duke lëshuar rrobën që po varrete, dhe u tërhoq një hap prapa kur njohu burrin nga dyqani. Syt ju zgurdulluan, duke përzier habi dhe frikë, dhe ajo shikoi shpejt anash sikur po kërkonte një rrugë shpëtimi. Ricardi ngriti duart në një gjest paqeje, duke u përpjekur të transmetonte se nuk përbënte rrezik. Përshëndetje, Jona. Më fal që po shfaqem kështu, pa lajmëruar. Thjesht doja të dija nëse je mirë dhe nëse motrës tënde i pëlqeu dhurata. Jona vazhdoi të ishte e tensionuar, por diçka në zërin e tij e bëri të relaksohej pak. Ajo është mirë, po. Lira e pëlqeu shumë kukullën. Fle e përqafuar me të çdo natë. Pati një pauzë. Faleminderit. Përsëri. Për atë që bëtë në dyqan. Ricardi buzëqeshi në mënyrë të trishtë. Nuk bëra asgjë të madhe. Bëra vetëm atë që çdo njeri i denjë duhet të bëjë. Ai hezitoi. Mund të flas me ty? Vetëm disa minuta. Nuk do të marr kohë. Jona kafshoi buzën, qartësisht e dyzuar. Shikoi shtëpinë, pastaj Ricardin dhe më në fund pohoi me kokë. Ata u ulën në një shkallë cimentoje pranë portës, duke ruajtur një distancë respekti. Ricardi nuk dinte saktësisht si të fillonte, kështu që vendosi të ishte i drejt për drejt, por i kujdesshëm. Jona, e di që mund të duket e çuditshme, por do të doja të dija pak më shumë për ty dhe motrën tënde. Për mënyrën se si keni ardhur këtu me tezën tuaj. Jona qëndroi në heshtje për një moment, sikur po vendoste se sa mund t'i besonte atij burri. Selma nuk është tamam tezja jon. Është kushërirë e largët e mamas son, mendoj. Ajo pranoi të kujdesej për ne kur mamaja u largua. U largua, përsëriti Ricardi, duke ndjerë zemrën t'i shtrëngoi. Jona, a e di se ku shkoi mamaja jote? Pse u largua? Vajza tundi kokën. Isha shumë e vogël kur ajo iku. Isha 6 vjeçe. Mbaj mend disa gjëra, si aromën e saj, zërin e saj duke kënduar, por nuk e mbaj mend mirë se çfarë ndodhi. Një ditë ishte aty, ditën tjetër u zhduk. Selma thot se ajo na braktisi sepse nuk donte më të kujdesej për fëmijë, se shkoi të kërkonte një jetë më të mirë larg këtej. Dhe ti e beson këtë? Jona shikoi duart e saj duke luajtur me gishta nervozisht. Nuk e di se çfarë të besoj. Ndonjëherë mendoj se po, se ajo vërtet na braktisi. Por herë të tjera më kujtohet mënyra se si na shikonte mua dhe Lirën dhe nuk ka kuptim. Ajo nuk dukej si një njeri që do të ikte në atë mënyrë. Ricardi ndjeu një val emocionesh t'i ngjitej në fyt. Po baba yt? A di gjë për të? Jona ngriti supet. Nuk e kam njohur kurrë. Mamaja nuk fliste kurrë për të. Në certifikatën e lindjes, emri i tij nuk është aty. Është vetëm emri i saj. Ricardit ju desh të përmbahej për të mos bërë më shumë pyetje që mund ta trembnin vajzën. Por një pjesë e tij donte të bërtiste, donte të shkunte botën dhe të kërkonte përgjigje.
Nëse Clarita ishte zhdukur 7 zën, ose menjëherë pasi Jona lindi, atëherë kishte një mundësi shumë reale që ai të ishte babai. Dhe nëse ishte e vërtet, kjo do të thoshte se dikush ja kishte fshehur këtë. Dikush e kishte bërë Claritën të zhdukej. Dikush e kishte ndarë atë nga bijat e tij. Jona, a mund të bëj një pyetje të çuditshme, tha Ricardi, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. A ke dëgjuar ndonjëherë për mbiemrin Ali Mehmeti? A e ka përmendur mamaja jote ndonjëherë këtë emër? Jona rudhi vetullat duke menduar. Jo, me sa mbaj mend. Pse? Ricardi tundi kokën. Asgjë, lëre fare. Thjesht një kuriozitet. Ai ndryshoi temë shpejt. Po Selma, a ju trajton mirë? Jona u vonua të përgjigjej. Ajo nuk është e keqe. Thjesht është e lodhur. Dhe ndonjëherë ajo acarohet me ne, thot se jemi një barë, se ajo nuk ka kërkuar të kujdeset për askën. Por nuk na rre apo diçka të tillë. Ajo punon shumë dhe pothuajse nuk rri në shtëpi. Ricardi ndjeu një zemërim të rritej brenda tij. Ato vajza meritonin më shumë se të trajtoheshin si barë. Meritonin dashuri, siguri, një fëmijëri të vërtetë. Jona, nëse ke nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, dua të dish se mund të më kërkosh. Do të lë numrin tim, në rregull? Jona e shikoi me dyshim. Pse doni të na ndihmoni? Ne nuk jemi asgjë e juaja. Ju as nuk na njihni. Ricardi gëlltiti me vështirësi. Sepse e di se si është të rritesh duke ndjerë se nuk ke askën pranë. Dhe sepse asnjë fëmijë nuk duhet të kalojë atë që kalove ti në atë dyqan. Ai bëri një pauzë. Dhe sepse ndoshta, në një mënyrë që unë ende nuk e kuptoj mirë, historitë tona janë më të lidhura se sa e imagjinon ti. Jona nuk e kuptoi se çfarë donte të thoshte, por diçka në vështrimin e tij e bëri të pranonte kartvizitën me numrin e telefonit që ai i zgjati. Ajo e futi në xhep dhe e falenderoi përsëri. Ricardi u përshëndet dhe u kthye te makina me mendjen që i shpërthente nga mundësitë dhe pyetjet. Po atë natë, Selma mbërriti nga puna më herët se zakonisht. Ishte e trazuar, nervoze dhe shkoi drejt e në dhomë pa folur me vajzat. Jona, e cila po ndihmonte Lirën të lante dhëmbët, u vu në gatishmëri. Selma rrallë vinte herët. Dhe kur vinte, ishte sepse diçka kishte ndodhur. Minuta më vonë, Selma doli nga dhoma duke mbajtur celularin dhe duke folur me zë të ulët, por me një tension të dukshëm në zë. Jona vuri veshin të dera, duke u përpjekur të dëgjonte, dhe arriti të kapte pjesë të bisedës. Selma po fliste me Dik përpara, për ruajtjen e sekretit, për Dik që po bënte shumë pyetje. Unë thash se kjo do të sillte probleme. Ju paralajmërova. Tani një burr i pasur po bën pyetje, do të di për vajzat. Nëse ai zbulon të vërtetën, ne do të digjemi. Pati një pauzë. Jo, unë nuk do të kthej asgjë. Këto para janë të mia. Ju më premtuat se askush nuk do të vinte pas nesh. Një pauzë tjetër, më e gjatë. Mirë. Unë do t'i mbaj të qeta. Por nëse kjo shpërthen, faji nuk do të jetë i imi. Jonës i ngriu gjaku. Çfarë të vërtetë? Çfarë parash? Kush po e paguante Selmën? Dhe pse duhej t'i mbante vajzat të qeta? Jona u largua nga dera para se ta zbulonin dhe u kthye në dhomën ku Lira tashmë po flinte e përqafuar me kukullën. Ajo u shtri pranë motrës, por nuk arriti të mbyllte sy. Fjalët e Selmës i jehonin në kokë si një kamban alarmi. Të nesërmen, Ricardi vendosi se i duhej ndihmë profesionale për të zbuluar të vërtetën. Punsoi një hetues privat diskret, Dik që Marcela e njihte dhe i besonte. Burri quhej Gjergj, ishte rreth të 50-tave, ish polic dhe kishte famë se ishte efikas dhe i fshehtë. Ricardi i shpjegoi situatën pa hyrë në detaje emocionale, donte të dinte gjithçka për Clarita Santosin, për zhdukjen e saj, për kë po paguante Selmën për të kujdesur për vajzat dhe për çdo lidhje që mund të ekzistonte midis Claritës dhe familjes Ali Mehmeti. Gjergji e pranoi rastin dhe filloi punën. Në më pak se një javë, ai u kthye me informacione që e lanë Ricardin të shokuar. Clarita nuk ishte zhdukur me dëshirën e saj. Ajo ishte detyruar të largohej nga Tirana nga presioni i familjes së Ricardit. Më saktësisht nga presioni i babait të tij, Sokol Ali Mehmetit, i cili në atë kohë ishte gjallë dhe drejtonte bizneset e familjes me dorë të hekur.
Sokoli kishte zbuluar se Clarita ishte shtatzën me Ricardin dhe vendosi se kjo ishte një kërcënim për reputacionin dhe planet e familjes. Ai e takoi Claritën, i ofroi një shumë parash që ajo të largohej dhe të mos kontaktonte më kurrë me Ricardin. Kur Clarita refuzoi, Sokoli rriti presionin, e kërcënoi se do t'ia shkatëronte jetën, do të përhapte gënjeshtra, do të bënte që ajo të humbiste çdo shans për të arritur vajzën me dinjitet. Dhe në fund i bëri një shantazh emocional mizor, i tha se nëse e donte vërtet Ricardin, do ta linte të vazhdonte jetën pa barën e një familjeje që shoqëria nuk do ta pranonte kurrë. Clarita, e re, e frikësuar dhe pa burime, më në fund u dorëzua. Pranoi paratë, nënshkroi dokumente ku zotoi të mos zbulonte kurrë atësinë e Ricardit dhe u largua. Por paratë nuk zgjatën shumë. Ajo lindi Jonën, u përpoq të rifillonte jetën në një qytet tjetër, por gjërat u bën gjithnjë e më të vështira. Kur mbeti shtatzën përsëri, këtë herë me një burr tjetër që gjithashtu e braktisi, Clarita ishte në një gjendje dëshpërimi të thellë. Gjergji zbuloi se Clarita ishte kthyer në Tiranë kur Jona ishte 6 vjeçe, duke u përpjekur të kërkonte ndihmë. Ajo donte t'i tregonte të vërtetën Ricardit, donte që ai të njihte vajzën e tij. Por Sokoli, i cili ishte ende gjallë në atë kohë, e zbuloi dhe veproi shpejt. Ai pagoi Selmën, një kushërir të largët të Claritës, për të qëndruar me vajzat dhe e bëri Claritën të zhdukej përsëri. Vetëm se këtë herë, Clarita nuk u largua sepse donte. Ajo ushtrua në një institucion të shëndetit mendor kundër vullnetit të saj, e diagnostikuar në mënyrë të rreme me probleme të rënda psikiatrike dhe u mbajt atje deri më sot. Ricardi e lexoi raportin e Gjergjit 3 herë, duke ndjerë një përzierje tmerri dhe zemërimi që nuk e kishte ndjerë kurrë në jetë. Baba i tij e kishte bërë këtë. Baba i tij i kishte shkatëruar jetën Claritës, i kishte vjedhur shansin për të qenë baba, i kishte dënuar vajzat e tij me një jetë braktisjeje dhe vuajtjeje. Dhe Selma paguaj deri më sot nga dikush i familjes Ali Mehmeti, ndoshta nga vëllezërit më të mëdhenj të Ricardit, për t'i mbajtur vajzat të fshehura dhe në heshtje. Ricardit ju desh të dilte nga zyra, të ecte në rrugë, të merrte ajër të pastër, sepse ndjente se do të shpërthente. Kur u kthye, i telefonoi Gjergjit dhe i dha një urdhër të qartë: dua vendodhjen e saktë të Claritës. Tani. Nuk ka rëndësi ku është, unë do të shkoj ta marr. Dhe dua të gjitha dokumentet që provojnë shantazhin, pagesat, gjithçka. Unë do t'i jap fund kësaj. Gjergji premtoi se do t'i kishte të gjitha brenda 48 orëve. Dhe Ricardi, për herë të parë pas vitesh, ndjeu se nuk po menaxhonte thjesht një krizë në biznes. Ai po luftonte për diçka pafundësisht më të rëndësishme, po luftonte për shansin për të korrigjuar një gabim që as nuk e dinte se e kishte bërë. Po luftonte për të sjellë përsëri gruan që kishte dashur. Dhe po luftonte për të qenë babai që Jona dhe Lira e kishin merituar gjithmonë, por nuk e kishin pasur kurrë. Ndërkohë, Jona filloi të vinte re ndryshime të çuditshme në shtëpi. Selma ishte më nervoze, më e vëmendshme dhe filloi të bënte pyetje se ku shkonte Jona, me kë fliste, nëse dikush ishte shfaqur aty. Jona, e cila tani dyshonte për gjithçka, gënjente duke thënë se nuk kishte ndodhur asgjë. Por brenda saj, ndjente se një stuhi po formohej. Dhe se, kur ajo më në fund të arrinte, asgjë nuk do të ishte si më parë. 48 orët që Gjergji kishte kërkuar ju dukën një përjetësi Ricardit. Ai mezi flinte, mezi përqendrohej në mbledhjet e punës dhe Marcelës ju desh ta mbulonte disa herë kur klient të rëndësishëm vunë re se ai ishte i hutuar. Por Ricardit nuk i bëhej vonë. Për herë të parë në jetë, biznesi kishte kaluar në plan të dytë. Kishte diçka shumë më të madhe në lojë tani. Kur Gjergji më në fund u shfaq në zyrë me një dosje të trashë dokumentesh dhe një USB plot me skedar, Ricardi ndjeu zemrën t'i rrite fort. Gjergji u ul në anën tjetër të tavolinës me një shprehje serioze që tregonte se lajmet nuk ishin plotësisht të mira. E gjeta Claritën, filloi Gjergji. Ajo është në një klinikë private të shëndetit mendor në rrethinat e Tiranës, një vend diskret që u shërben kryesisht familjeve të pasura që duan të fshehin të afërmit problematik. Ajo ushtrua 10 vjet më parë me një diagnozë të çrregullimit të rënd mendor, por nga regjistrimet që arrita të aksesoj, diagnoza është bërë në mënyrë të dyshimshme. Nuk ka histori trajtimi të duhur, vetëm medikamente të rënda për ta mbajtur të qetësuar dhe të kontrolluar. Ricardi ndjeu tëmthin t'i ngjitej në fy. Ata e kanë droguar për 10 vjet. Gjergji pohoi me kokë. Dhe ka më shumë.
Pagesat e klinikës bëhen nga një llogari offshore e lidhur me familjen tënde. Konkretisht me vëllain tënd të madh, Eduard Ali Mehmetin. Ai mori përsipër operacionin kur babai yt vdiq, e mbajti Selmën në listën e pagave dhe siguroi që Clarita të qëndronte e shtruar dhe pa kontakt me botën e jashtme. Ricardi mbylli syt, duke marrë frym thellë për të mos shpërthyer. Eduardi. Vëllai i tij i madh, trashëgimtari perfekt që gjithmonë ndiqte hapat e babait pa pyetur. Sigurisht që kishte qenë ai. Eduardi kishte qenë gjithmonë i ftohtë, llogaritës, i fiksuar pas ruajtjes së reputacionit të familjes. Por Ricardi kur nuk e kishte imagjinuar se ai do të ishte i aftë për diçka kaq mizore. Kam dokumente të nënshkruara nga babai yt, vazhdoi Gjergji, duke nxjerrë letra nga dosja. Kontrata ku Clarita heq dorë nga çdo e drejtë mbi ty ose mbi atësinë e Jonës. Ka gjithashtu regjistrime të transfertave bankare për Selmën në 10 vitet e fundit, gjithmonë në data specifike, në këmbim të mbajtjes së vajzave nën kontroll dhe larg teje. Dhe kam këtë këtu. Gjergji i zgjati një regjistrim audio. Është një bisedë midis Eduardit dhe Selmës, e regjistruar 2 javë më parë. Arrita ta siguroj sepse Selma filloi të nervozohej dhe kërcënoi se do të zbulonte gjithçka nëse nuk merrte më shumë para. Eduardi nuk e dinte se ajo po e regjistronte. Ricardi vuri audion të luej. Zëri i Eduardit ishte i pagabueshëm, arrogant dhe i ftohtë. Selma, duhet t'i mbash ato vajza të qeta. Nëse Ricardi zbulon diçka, do të dojë të luaj rolin e heroit dhe kjo do të shkatërrojë imazhin e familjes. Ke marrë para të mira për vite me radhë, tani bëj pjesën tënde. Zëri i Selmës përgjigjej, i tensionuar, por ai tashmë është shfaqur këtu, Eduard. I dha para vajzës në dyqan, po bën pyetje. Unë nuk kam firmosur për t'u marrë me këtë. Atëherë bëj atë që duhet të bësh, e preu Eduardi. Nëse duhet, dërgoj vajzat larg. Shtroi në ndonjë jetimore në fshat. Nuk më intereson. Vetëm zgjidhe para se të bëhet një problem më i madh. Ricardi e fiku audion duke u dridhur nga zemërimi. Donte të grushtonte tavolinën, donte të bërtiste, donte të përballej me Eduardin menjëherë. Por Gjergji i vuri dorën në shpatull, duke i kërkuar qetësi. Ricard, nëse vepron nga impulsi, mund t'i përkeqësosh gjërat. Eduardi mund të shkatërroj provat, mund të korruptoj njerëz, madje mund të përpiqet të shtrojë edhe ty në spital duke pretenduar paqëndrueshmëri emocionale. Duhet të jesh strategjik. Duhet të garantosh sigurinë e vajzave së pari, pastaj të shkosh pas tij. Ricardi mori frym thellë, duke e detyruar arsyen të mposhte emocionin. Ke të drejtë. Çfarë sugjeron? Së pari, largoi vajzat nga Selma menjëherë. Merr një urdhër gjykate urgjent duke pretenduar rrezik të afërt, përdori këto audio si provë. Së dyti, nxirre Claritën nga klinika. Gjej një avokat të specializuar në të drejtat e njeriut, denonco shtrimin e detyruar, kërko vlerësim mjekësor të pavarur. Dhe së treti, përgatit një çështje të fortë kundër Eduardit dhe kujto që ka marrë pjesë në këtë. Nuk ka të bëjë vetëm me para. Ka të bëjë me heqjen e lirisë, falsifikimin e dokumenteve, shantazhin, abuzimin me pushtetin. Ricardi pohoi me kokë, duke marrë menjëherë telefonin. I telefonoi avokatit më të mirë të familjes që njihte, i shpjegoi situatën shkurtimisht dhe kërkoi veprim të menjëhershëm. Pastaj i telefonoi Marcelës dhe i dha udhëzime të qarta, unë do të shkoj t'i marr vajzat tani. Përgatit një dhomë në apartamentin tim, bli rroba, lodra, gjithçka që u duhet fëmijëve. Dhe punson një psikologe fëmijësh. Ato do të kenë nevojë për mbështetje. Marcela, e cila tashmë dinte një pjesë të historisë, nuk bëri pyetje. Thjesht tha se do të kujdesej për gjithçka. Ricardi mori makinën dhe shkoi drejt në shtëpinë e Jonës. Ishte pothuajse ora 8 e mbrëmjes kur mbërriti. Dritat e shtëpisë ishin ndezur dhe ai mund të dëgjonte zëra të lartë brenda. Ira ziles, por askush nuk u përgjigj. Ira përsëri, më këmbëngulës. Atëherë dëgjoi një britmë fëmije, të mbret dhe të frikësuar. Pa u menduar 2 herë, Ricardi e shtyu me forcë portën që ishte vetëm e mbështetur dhe hyri brenda. Skena që gjeti në sallon e bëri të ngrinte për një sekond. Selma po e mbante Jonën për krahu me forcë, duke e shkundur vajzën dhe duke bërtitur. Lira ishte strukur në një qoshe, duke qarë dëshpërimisht, e përqafuar me kukullën. Ti fole me të, apo jo, bërtiste Selma.
Ti tregove diçka. Të paralajmërova të mos flisje me askën. Jona përpiqej të liroj me lot që i rridhnin në përfaqe. Nuk i tregova asgjë. Betohem. Më lësho, po më dhem. Ricardi u hodh përpara, duke e larguar Selmën nga Jona me vendosmëri, por pa dhunë. Hiqi duart prej saj. Tani. Selma u tremb, bëri një hap prapa dhe mori një qëndrim mbrojtës. Kush mendon se je ti që hyn në shtëpinë time? Këto vajza janë përgjegjësia ime. Nuk janë, tha Ricardi, me një qetësi të ftohtë e të rrezikshme. Ti pagueshe për t'i mbajtur këtu, larg atyre që kanë vërtet rëndësi. Dhe kjo mbaron sot. Selma u përpoq të argumentonte, por Ricardi nuk i la hapësirë. Ai nxori celularin, i tregoi dokumentet që Gjergji kishte siguruar dhe tha me një zë që nuk linte dyshime, unë kam prova për gjithçka. Për pagesat, për shantazhet, për shtrimin e detyruar të nënës së tyre. Nëse përpiqesh të më pengosh ti marr këto vajza nga këtu, të garantoj se do të përgjigjesh për bashkëpunim në gjithë këtë. Zgjedhja është e jotja. Selma u zbe. Ajo shikoi vajzat, pastaj Ricardin dhe e kuptoi se kishte humbur. Pa thënë asgjë, mori çantën dhe doli nga shtëpia duke e përplasur derën me forcë. Ricardi u gjunjëzua para Jonës, e cila po dridhej. Jona, e di që e gjithë kjo është e frikshme dhe konfuze, por kam nevojë të më besosh. Do të shpjegoj gjithçka, premtoj. Por tani duhet t'ju largoj nga këtu. Nuk jeni të sigurta. Jona e shikoi në sy, duke kërkuar gënjeshtra, qëllime të dyta. Por gjithçka që pa ishte sinqeritet, urgjencë dhe diçka që ende nuk dinte ta emërtonte, por që i ngjante shumë dashurisë. Ajo pohoi me kokë, kapi dorën e lirës dhe e ndoqi Ricardin deri te makina. Gjatë rrugës për në apartament, Ricardi u përpoq të shpjegonte në mënyrë të thjeshtë, Jona, Lira, kam zbuluar gjëra për maman tuaj. Gjëra që më janë fshehur për një kohë të gjatë. Dhe unë besoj se ajo nuk ju ka braktisur. Ajo u detyrua të qëndronte larg, por tani unë do ta sjell përsëri. Ju premtoj. Jona e shikoi me sy të zgurdulluar. Ti e di se ku është mamaja ime? E di, u përgjigj Ricardi, duke ndjer fytin t'i shtrëngoi. Dhe do të shkoj ta marr nesër. Por së pari duhet të sigurohem që ju të jeni të sigurta. Atë natë, Jona dhe Lira fjetën për herë të parë pas vitesh në një krevat të rehatshëm, në një dhomë të pastër e të qetë, pa frikën e britmave apo kërcënimeve. Marcela kishte siguruar gjithçka me efikasitet dhe dashuri, madje qëndroi pak me to derisa u siguruan se ishin të sigurta. Të nesërmen, Ricardi shkoi në klinik i shoqëruar nga Gjergji, avokati dhe një ekip mjekësor i pavarur. Drejtoria e klinikës u përpoq të pengonte vizitën, duke pretenduar se Clarita nuk mund të merrte vizita pa autorizimin e familjes përgjegjëse. Ricardi atëherë paraqiti dokumentet që provonin shtrimin e detyruar dhe kërcënoi se do ta padiste klinikën për bashkëpunim. Drejtoresha, duke kuptuar seriozitetin e situatës, liroi aksesin. Clarita ishte në një dhomë të vogël, e ulur në një karrige, duke parë nga dritarja me sy bosh. Kishte flokë thinjosh e të shpupuritur, fytyrën të shenjuar nga koha dhe vuajtja, por Ricardi e njohu menjëherë. Ishte ajo. Gruaja që kishte dashur. Gruaja që ishte vjedhur. Clarita, e thiri Ricardi me zë të ulët. Ajo u kthye ngadalë dhe ju deshën disa sekonda për të fokusuar vështrimin tek ai. Kur më në fund e njohu, sytë e saj u mbushën me lodh. Ricard, përshpëriti ajo, me zërin e ngjirur të dikujt që ka kaluar vite pa e përdorur siç duhet. Je i vërtet? Apo po ndërroj përsëri? Ricardi u gjunjëzua para saj, duke i kapur duart me kujdes. Jam i vërtet, Clarita. Dhe kam ardhur të të nxjerr nga këtu. Kam zbuluar gjithçka. Dhe më vjen shumë keq. Më vjen keq që nuk e kam ditur më parë, që nuk të kam kërkuar, që kam besuar gënjeshtrat që më kanë thënë. Clarita qau me dënes, duke i shtrënguar duart me forcë. Vajzat. Ku janë vajzat e mia? Ato janë të sigurta, tha Ricardi. Janë me mua. Dhe nga tani e tutje, askush nuk do t'ju ndaj më. U deshën disa ditë që Clarita të lirohej zyrtarisht nga klinika, me vlerësime mjekësore që konfirmonin se ajo nuk kishte nevojë të ishte aty, se diagnoza ishte e detyruar dhe se vitet të tëra medikamentesh të panevojshme kishin shkaktuar dëme që do të kërkonin trajtim të duhur.
por Clarita ishte e kthjellët, ishte e vetëdijshme dhe, mbi të gjitha, ishte e dëshpëruar për të parë vajzat e saj. Kur Ricardi më në fund e solli Claritën në shtëpi, Jona dhe Lira po prisnin në sallon. Momenti kur pan nënën e tyre ishte i papërshkrueshëm. Lira, e cila mezi e mbante mend, ishte e turpshme në fillim, por kur Clarita hapi krahët, vajza vrapoi dhe u hodh në përqafimin e saj. Jona u vonua pak më shumë, duke pasur nevojë të përpunonte gjithçka, por kur më në fund u afrua dhe ndjeu aromën e nënës, diçka brenda saj u thye. Ajo qau siç nuk kishte qarë prej vitesh, dhe Clarita e përqafoi aq fort sa dukej se donte të kompensonte të gjitha vitet e humbura. Ricardi e vëzhgoi atë moment nga larg, me zemrën plot me një emocion që nuk dinte ta emërtonte. Dhe atëherë Clarita e shikoi, me lot që i rridhnin në përfaqe, dhe i tha, Ricard, duhet ta dish. Jona është vajza jote. U përpoqa të tregoja, por ata nuk më lanë. Më larguan nga ti, më larguan prej saj, dhe unë kalova 10 vjet e mbyllur në atë vend duke u lutur që një ditë ti të zbuloje të vërtetën. Ricardi e dinte tashmë, por ta dëgjonte Claritën ta thoshte me zë të lartë e bëri gjithçka të dukej më reale. Ai shikoi Jonën, e cila e vështronte me sy të zgurdulluar, duke u përpjekur të kuptonte. Dhe atëherë ai tha, me zë të dridhur, Jona, unë nuk e dija. Betohem që nuk e dija. Por tani e di. Dhe nëse ti më lejon, unë dua të jem babai që ti meriton. Dua të kompensoj të gjitha vitet që mi vodhen nga ty. Jona nuk tha asgjë në fillim. Thjesht shikoi nënën e saj, e cila pohoi me kokë duke e inkurajuar, dhe pastaj bëri një hap drejt Ricardit. Dhe një tjetër. Derisa më në fund ajo zgjati dorën me droj dhe Ricardi e kapi me kujdes, sikur po mbante thesarin më të madh në bollë. Ditët në vijim ishin të rindërtimit. Ricardi ngriti një padi kundër Eduardit dhe të gjithë të përfshirëve në komplot, duke ekspozuar publikisht krimet e kryera. Eduardi u përpoq të mohonte, u përpoq të blinte dëshmitar, por provat ishin të pakundërshtueshme. Ai përfundoi duke hequr dorë nga të gjitha postet në kompani dhe duke u përballur me procese penale që do ta mbanin të zënë për vite me radhë. Clarita filloi trajtimin e duhur për të rikuperuar nga efektet e medikamenteve të detyruara, dhe dalë ngadalë po kthehej të ishte gruaja e fortë dhe e dashur që kishte qenë gjithmonë. Jona dhe Lira filluan terapinë për të përpunuar gjithçka që kishin jetuar, dhe ngadalë po mësonin të besonin përsëri, të ëndërronin përsëri, të ishin fëmijë përsëri. Ricardi transformoi një pjesë të kompanisë së tij në një fondacion që luftonte abuzimet ndaj fëmijëve në situata të vështira, krijoi politika të rrepta respekti dhe dinjiteti në të gjitha dyqanet e tij dhe u bë një mbrojtës publik i kauzave sociale. Por mbi të gjitha, ai u bë baba. Një baba i pranishëm, i dashur, që mësoi se suksesi më i madh në jetë nuk qëndron në sasinë e parave që grumbullon, por në numrin e jetëve që arrin të prekësh me dashuri të vërtetë. Dhe Jona, vajza që kishte hyrë në një dyqan vetëm për të blerë një dhuratë të thjeshtë për motrën, zbuloi se dhurata më e madhe që mund të merrte nuk ishte në asnjë rast. Ishte në shansin për të pasur një familje të vërtetë, për të pasur një nën përsëri, për të pasur një baba që e donte dhe për të pasur sigurinë se kur më nuk do të trajtohej sikur të ishte e padukshme. Sepse ndonjëherë drejtësia më e bukur nuk vjen nga gjykatat. Vjen nga dashuria që refuzon të dorëzohet, nga e vërteta që refuzon të mbetet e varrosur dhe nga guximi i një vajze që, duke luftuar për një dhuratë për motrën, përfundoi duke hapur dyert për një rifillim që do të ndryshonte jetën e të gjithëve përgjithmonë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Jonës, Ricardit dhe Claritës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim ribashkimi, drejtësie dhe dashurie të vërtetë, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë sjellim rrëfime intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se edhe në situatat më të vështira, dashuria dhe e vërteta gjithmonë gjejnë një rrugë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet.